Qindra e mira patronazhistëve terrorist politik ndaj protestuesve paqësor është një nga aktet më të rënda, më kriminale në historinë e këtij vendi. Është dëshmia më flagrante e karakterit diktatorial të regjimit. Është dëshmia më flagrante e diktaturës autoritare të bazuar në drogë, në narkoshtetin, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve. Edi Rama, përveç angazhimit total të policisë kriminale, që është më kriminale se çdo bandë tjetër, të shërbimit informativ kombëtar që bashkëndon të gjitha praktikat me Beogradin, ka mobilizuar mijëra rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit, për t'ja ulur shikueshmërinë e tyre dhe për të ndikuar në algoritmin që sipas tij ja kontrollonte Irani. Algoritmin. Edi Rama po bën gjithçka kundër kësaj proteste, e cila në fakt e zhveshi para gjithë botës moralin, fytyrën, karakterin e vërtet të tij.